Jemi kthyer në studio, vazhdojmë të jemi drejt për drejt në të shtatë dhe në YouTube si zakonisht, dhe tani këtu jemi për diasporën shqiptare që absolutisht me punën e vet ka arritur të shndrohet në një histori suksesi dhe të bëhet e rëndësishme për zhvillimin ekonomik në vendet ku jetojnë. Do të flasim për këtë pjesë, por edhe për shumë aktualitetet të tjera. Bashkë me ne sot në studio është kthyer këtu në studio Zonja Ramize Hoxha. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë. Vitin e kaluar ishim për një çështje të rëndësishme sepse po kandidonte për një pozitë, por kësaj radhe do ta prekim pak edhe atë çështje. Po ashtu me ne për këtë diskutim sot është edhe zotëriu Fatmir Ramusholli. Zotëri Ramusholli, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, por mu s'ko mabët kamera, nuk e juve. Tani do t'jeni gati. Faleminderit shumë. Do doja të nisja këtu në studio me zonjën Hoxha, sepse zonja Hoxha ishte këtu derisa e kishim pak më herët bisedën politike dhe çështjet ekonomike që po i diskutonim me analistin Adem Çorollin, dhe dua ta bëj një pyetje se pra kur i dëgjon këto problematika me të cilat përballen qytetarët e vendit, çfarë ndjen, çfarë mendon si një qytetar që tashmë jeton në diasporë, por deri para pak vitesh ka jetuar këtu dhe e njeh realitetin edhe në vendin tonë? Po, pikërisht, siç e ceke edhe te, unë vetëm 5 vite jam largu nga Kosova, më konkretisht Prishtina, po thuja se na jemi këto, tash jemi në korek, është hera 3 që jam në Kosovë, gjdo 2 muaj 3 jemi në familje, në rrethin tonë. Normalisht këto problemet politike, ekonomike, nuk ishdasht deri në këto vite mu diskutu, ishdasht për ekonomi, ma shumë mu bisedu, po thuja se Kosova e dim në fazat e zgjedhjeve, një pas njëshme ka kalu, nuk është as pak e mirë, po inshallah po gjejnë e zgjidhje dhe po dakordohen. Okej, dua ta dëgjoj edhe Ramushollin, vetëm një përgjigje të shkurtër për këtë, nëse Ramusholli e arsyetoni këtë që po ndodh dhe këtë ngërçim politik në vendin tonë që më pas po sjell shumë problematika të tjera? Përshëndetje për juve personalisht dhe për panelin në studio. Të them drejtën, pa dashje të hyjmë në politikë, jo në asnjë mënyrë, kjo që po ngjan në kohën e fundit në Kosovë është vërtet e pa moralshme të shprehim kështu, pak ma ashpër dhe e pa ndershme, sepse ai popull nuk e meriton këto maltretime, këto vutje psikologjike, sepse klasa politike në Kosovë një herë për gjithmonë duhet të ndërgjegjësohet, sepse fal votës së qytetarëve, ata kanë marrë një përgjegjësi që të ndërtojnë institucione, të ndërtojnë qeveri, të ndërtojnë, të zgjedhin presidentin, jo me teke, me inate politike, me inate të pa arsyeshme të maltretojnë në psikologjike popullin dhe ta binë Kosovën. Unë e kam thënë shpesh herë, po e them edhe sot, sepse Kosovën pothuajse e kanë pruar në një mënyrë që ndoshta nëse nuk ndërgjegjësohem hemi vështirë se do dalim nga kjo mënyrë. Unë e them se çdo gjë do të mundësi të arrihet shumë shpejt, sikur të ekzistonte vullneti politik. Mirë po duke parë rrjedhat që edhe në periudhën e mëhershme, edhe të tanishme, vullneti politik i partisë në pushtet nuk është për një zgjidhje, për një stabilitet. Mirë, Ramusholli, më lejoni dhe zonja Hoxha vetëm për pak sekonda para se të vazhdojmë tutje diskutimin dhe debatin, të ndalem tek një lajm i fundit që e kemi, që është jashtë diasporës. Ish kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, është shpallur fajtor lidhur me akuzën për mosdeklarimin e 172.600 eurove. Gjykata themelore në Prishtinë sot e ka dënuar Ahmetin me 2 vite burgim dhe 5.000 euro gjob. As pak lajmi mirë. Okej, ky ka qenë lajmi i fundit që pat një reagim këtu në studio, dhe unë dua ta ndërlidh pak pyetjen e radhës edhe me atë që po fliste pak më herë zotri Ramusholli. Për këto inatet politike dhe këto xhelozit e kësaj shoqërie tonë, sepse i ju më la shumë përshtyp, ajo që më tha para se të nisim emisionin, keni një eksperiencë personale. Vitin e kaluar keni kandiduar, keni qenë kandidate për një prej rajoneve, komuneve në Gjermani, dhe ju më thatë që
ju nuk keni votuar pikërisht nga shqiptarët. Po, fatkeqësisht e kam provu vetë këtë pjesë, nuk e di ku ka qenë probleme, po në kontaktet edhe takime që i kemi pas atje, mendoj që na si popull jemi pak ma inaqor, edhe nuk e dojmë njëri tjetrin me suportu ose me mbështet. Pse e tham këto? Se në qytetin ku unë jetoj ka shumë familje të vyme, përparimtare që i kemi taku, po ju mungoj ke vullneti. Kom has edhe në komente shumë thuja dëllimshme, ku na thoshin neve, o, ju keni ardje, keni met ju neve me na integru. Nuk ka qenë pyetja na me integru ata, se tek e fundit ata që aty janë plak edhe kanë boj jetën e tyre, po nuk kanë pas vullnet me na mbështet. Nuk e di pse e kishin atë farë xhelozin, po tu i pa ato nacionalitete tjera si polak. Sa e mbështesin njëri po, tjetrin. Ata për shembull, ose turqit, ata i kanë votu 2 kandidat. Do me thonë turqit përfaqësojnë tash në komunën tonë prej 2 kandidatëve, polakt, ukrainas, shqiptarët jo. Ju nuk keni arritur ta fitoni këtë barë pikërisht për shkak kësaj, që pikërisht keni marrë mbështetje. Unë ma shumë ku marrë thuja se vota nga koleget, nacionalitetet tjera, se shqiptarëve, qa me dalë na me votu, nuk e di, ka qenë shumë edhemshme kjo pjesë. Jo pak më madje shumë, sepse Ramushollin dua ta pyes në këtë që vetë diaspora, pra atje që jeni, sa është mbështetëse, sa shqiptarët e mbështesin njëri tjetrin, edhe në këtë aspektin e arritjeve ekonomike. Ne e thamë që natyrisht puna e mërgjimtarëve ndër vite ka treguar dhe është shndruar në histori suksesi, kjo është e padiskutueshme dhe diaspora është bërë e rëndësishme për vendet ku ju jetoni atje. Por mes vetë realisht, sa e mbështesin shqiptarët njëri tjetrin, Ramushollin? Jemi sinqert, po i njëjti mentalitet ashtu si që ekziston edhe në Kosovë, po thuaj si njëjti mentalitet ekziston edhe këtu në Mërgat, por dua të them edhe të mos i mbetem askuj borxh, vërtet në aspektin e biznesit, në aspektin e punës, e mbështesim njëri tjetrin, dhe nuk ka dilema. Mirë po në aspektin politik është e vërtet edhe sa tha dhe para fulqja që tani mandej vinë ato ndarjet edhe ato ndeshjet. A keni një përgjigje të saktë në këtë që pse është pikërisht politika gjithmonë dhe kjo atmosfera politike që e bën ndarjen kaq fuqishme edhe mes diasporës vet, por edhe mes diasporës e shqiptarëve këtu që jetojnë në Kosovë. Mund të japni përgjigje që të dy? Po Ramusholli, po dëgjojmë ty fillimisht. Thëm drejtën, në realitet kjo nuk duhej të ndodhte me një shoqëri të vetësuar. Mirë po fatkeqësisht kjo ndodh edhe në Kosovë, ndodh edhe tek ne në Mërgat, sepse edhe Mërgata, po edhe politika kosovare e shfrytëzon Mërgatën për qëllimet e soja ditore. Për çka e shfrytëzon Mërgatën? Pse shfrytëzohet Mërgata? Për qëllimet për të arritur objektivat e tyra politike. Dhe atëherë, Ramusholli, faji është i politikës apo është i mërgjimtarëve dhe diasporës që e lejon këtë? Unë them se faji është i dyanshëm, mirë po mbi gjitha pse, unë do thoya se pse do ndodh kjo, unë çdo kam thënë sepse pa një shoqëri të vetësuar në nivelin e kënaqshëm, kjo çdo herë ka për të ndodhur. Unë jetoj këtu në Gjermani që sa vite dhe them drejtën, edhe këtu ka zgjedhje, edhe këto ka dalin njerëzit në votime, mirë po këto gjana që ndodhin tek ne nuk i shef edhe nuk ndodhin, sepse një shoqëria gjermane është e vetëdijsuar deri në atë nivel që nuk lejon të ndikohet as prej politikës dietore, as për individit, por vërtet aja mendon me kokën e vetë dhe ashtu si mendon dhe e jep votën. Shoqëria gjermane e jep votën për perspektivë edhe
për mirëqenie. E ne, sidomos kosovarët në kohën e fundit, votin nuk e japën për mirëqenie, për perspektivë, për e japën vetëm për lider, edhe e japën edhe për inate politike, që vërtet është e dhimbshme. Hoxha, po dëgjojmë edhe ty në këtë, pse kaq shumë politika po arrin ta ndaj diasporën, por edhe më gjërë? Nuk e di, po mendoj që unë i kom provu të dyja pushtetet, edhe të kalumen, ku kom qenë vetë aktive, po edhe tash pushtetin aktual që 6 vite që është, po ndikon se qytetarët ose vetë na si popull ma shumë janë të prej mediave që ka shohin, se na e dim që kemi punë me media kështu, na e dim që politikan të bërit edhe në të thënit është komplet e ndryshme. Unë e di që ka punohet aty ose qysh funksionon sistemi, po qytetarët thuja se ma shumë ndikohen prej mediave edhe nuk votojnë me mendje, po ma shumë me emocione. Ka për shembull qytetarët ose si zotnijë që është shumë moti atje, këta nashta e kanë atë mallin ma ndryshe edhe e kanë pa pushtetet e kalume. Normalisht që një shtet që është tu themelu ose që i ka veç pak vitet pavarësisë, çka mund është ti me prit prej një fëmijë 8 vjet. Do me thonë, edhe shteti jonë është si një fëmijë tu rrit. Do me thonë, pushtetet e kalume kanë bo, tash është pushteti aktual, po për qitë pushtet aktual, unë nuk shoh shumë ndryshime, përveç përqarjeve, populli, familje që kanë kriju negativitet. Po, dhe mos të harrojmë që për këtë pushtet, për këto rezultate që po vinë nga zgjedhjet, një palë fajin e hedhë pikërisht tek diaspora. Pikërisht për këtë, unë thash që qytetarët, unë për veti e kam qartë, e di të mirën, e di edhe pozitiv, negativ, qa ka qenë, që ka u punu tani, po ka familje që kanë shku të 90-ën atje. A vjen të punës të pës, më falë, që ka është punuar? Si eshe? Sepse në herën e kaluar, kur ke qenë kemi folë, për arsye që ju kanë quar për të larguar nga vendi, por që ka pushini, që ka është punuar? Mendon për krejt këto vite? Këto vitet e fundit, po, këto vite sa ju nuk jeni këtu me banim të përhershëm. Që ka është punu, nuk moj me thonë që ka u ndryshu, veç për negativ kisha mujtë me thonë që qmimet jënë rritë. Pisho që i familjarët po ankon, se mu nuk më takon me thonë se unë jam 2 javë 3 një muj, po qytetarët ose familjarët e tonë po ankon, që jënë rritë qmimet. Që ka është punu, po ju ka rritë pak rogat, po jënë rritë qmimet ushqimore, derivatet, shërbimet mjekësore, e të tjera. E që ka punu konkretisht, nuk e di. Nuk kom pa diçka ndryshim. Të kalumën, në bas luftës, do me thonë, jë ndërtu shkolla, është ndërtu infrastruktura, rruga, ujësielsi, kanalizimi. Unë nuk e shotë arsysh me tash në kodë pushimev, mu regullu rrugët. Ka që ndash për shambull deri në qershor, mu kry, po me që na qenë kemi aset i qmuar për Kosovën, pse nuk i kanë kry këto punë ma herët. Shumë jeshtë që Pse tash në kohën e pushimeve, kolona kiti, gjithka. Mla shumë për shtypje kjo që e thatë, nëse na shini si aset, dhe unë dua ta pys Ramushollin në këtë pikë. Kjo Kosova jonë e dashur edhe për ju. Si mund ta doj dhe si mund ta respektoj diasporën? Pra, çka ju e konsideroni respekt për diasporën dhe punë për diasporën? Pra, si që tha zonja Hoxha Majret, nëse ju na shini si aset, atëherë, punoni disa punë, do më thonë, kur ne nuk jemi këtu dhe kur dim në sezon, të mos përballim me këto problematika. Pikërisht. Po ju dëgjojmë. Unë do thoja kështu, se vërtet në qoftë se Kosova e don diasporën, apo ta themi mërgatën, atëherë... E don, të jeni të bindur, a besoj e dini ju. Po, absolutikisht. Po, unë do thoja që vërtet në qoftë se na dojnë ashtu si që duhet, ta dojnë mërgatën, atëherë Kosova, sidomos politika, duhet të bëj përpjekje deri në maksimum të shfrytëzoj diasporën si aset strategjik politik, të shfrytëzoj diasporën si ekonomi, të shfrytëzoj diasporën si inteligent, sepse tashmë diaspora nuk duhet po vetëm hambari vota, por diaspora është një aset i madh ekonomik
dhe i inteligjencës. Kjo do ishte fokusja dhe unë këta do të thoja që Kosova do të shoh diasporën si një aset strategjik për interesat e soja ekonomike edhe strategjike. E qartë. Dua të prek një temë shumë aktuale që është me që ndërlidhet dhe në fakt para se të nisim bisedën, po më tregon të zonja Hoxha dhe ka të bëj me ardhjen e mërgjimtarëve nëpërmjet Serbisë. Gjatë këtyre ditëve ka qenë shumë diskutimi për shkak të publikimit të një liste në Serbi dhe në fakt është bërë thirrje vazhdimisht edhe për ish-lutettarët e UÇK-s që kalojnë andej, por edhe për mërgatën, po ashtu që mos të kalojnë, mos të rrezikojnë dhe mos të kalojnë nëpër Serbi. Ju keni kaluar, treguat që keni ardhur, kështu që çka ndodhi, çfarë përvoje ishte? Para se, do me thonë 2 javë ku kem qenë atu përgadit për shohi media, se na tash nuk mujmi ikim realitetet edhe disa gjana e kështu nuk është siguria nivel. Tash e them drejtën, tash ma me qef kisha pas dëshirë me arë me aeroplan, po biletat, po kjo është tjetër temë, e diskutojmë Jo, njerë. ndërlidhet realisht, se ju keni një arsye që vendosni pra, edhe nëse është rrezik, po vini nëpërmjet Serbisë. Tash na e kemi pas që kanë apelu që ma pak me ardha ndej e kështu, po na është hera 3 që vim, do me thonë vim nëpërmjet Austrisë, Hungari edhe Horgosh, po nuk ka pas absolut kur gjatë jo sigur, do me thonë ka qenë niveli i duhur, 30 minuta kemi prit në kufinin e Hungaris, 30 minuta ata Serb, kemi kalu krejt në regull, nuk kemi pas kur gjë të pasigurt, nuk na ka nguc as kosh, do me thonë ka qenë krejt në regull. Pra nuk keni përballu me diçka më të jashtëzakonshme gjatë Jo, ka qenë krejt në regull, ka pas patrullat policisë, po as kosh as gjë. A i vëni të drejtë, do më thënë, kësaj kritikës dhe thirrjes që po bëhet vazhdimisht për mërgjimtarët që mos të kalojnë në për Serbi? Nuk mundem me thonë nëse është krejt e vërtet kjo që ka po bëhet thirrje. Normalisht që ti nëse shkon i provokon, na e dim që ata janë t'gatshëm në çdo moment me shfrytzu edhe me maltretu qytetarët ose neve, po ti nëse shkon me flamurin e UÇK-s aty, normalisht që ata kanë me reagu, na jem patriota, e dojmë vendin e krejt, e dim luftën e ushtrisë çlirimtare, amo kisha thonë që mos me provoku, me kalu krejt normal si një vend tjetër evropian, edhe nuk ke probleme. Ramusholle, a keni ndonjë përvojë nëpërmjet Serbisë? Keni ardhur ndonjëherë, keni pasur ndonjë moment jo të përshtatshëm, ndonjë provokim ose diçka? Unë tham drejtën do ndërlidh që në këta bisedën që mundësisht të gjithë bashkëdhëtarët vendasjet tonë që do kenë mundësin të ikin kësaj gjoje mundësisht të ikin, sepse vetë fakti që rrezikshmëria tani më sa është në shkallën më të lartë duhet të zgjidhen pika tjera hyrëse pse me vullnetin tonë dëbim ndoshta prej shovenizmit ta quaj kështu serb madh që ende nuk ngopet me ne, prandaj kemi ne shumë mundësi që të ikim kësaj, por jashtë nuk e keni praktikuar asnjëherë, apo jo? Tham drejtën edhe nuk do doja ta praktikoja sepse ashtu e ndi, kështu që edhe tjerëve ju apeloj, mundësisht një fjalë popullore thotë mos i shkoni ukët në gojë, kështu që edhe ne nuk duhet të shkojmë ukët në gojë. Kemi mundësi, unë e di që 4-5 orë janë vlefshme nga gjitha lodhja e madhe, por mundësisht të ikemi të keqës. Dy mërgjimtar me dy qëndrime të ndryshme për këtë çështje. Mëse normale, edhe zonja Hoxha e tha shumë qarta që çmimi biletave është shumë i shtrejt, natyrisht rruga nëpërmjet Serbisë është më shkurtër dhe kjo është se vendosin për të ardhur. Pikërisht, edhe unë mendoj që nuk jam këtu për mi mbrojt ata se na e dim botërisht, po unë mendoj që ata nuk e kanë interesin mi hum tyra, se
të kalojsh të andej, sa tyra, për shembull veç rruga që paguhet, e sa pare hinë mrenda ditës aty, ata nuk e kanë luksin mi humba të tyra. Pikrisht për këta, unë mendoj që respektoj regullat, kalo si një shtet evropian, edhe s'ki me pas probleme. Ajo tjetra pjesë e ndjenjes edhe armitsis që kemi na me ta, ajo mbetet për gjithmonë. Është qartë, nuk dua të interpretohet në asnjë moment në këtë mënyrë kjo që e deklaruat, pra që patriotizmi është aty, dashuria për Kosovën është aty, ajo urrejtja dhe çastja që e ka Serbia ndaj nesh e dim, është e pashme dhe e kuptueshme tash sa vite. Ramusholli, do të vini në Kosovë? Kismet po. Çka është plani? Cili është plani? Po plani është se me padyrim presim të vim, ashtu ka java parë gushtit. Po gjithsesi, ndonjë dasëm, definitivisht jo. Se zonja Hoxha më tregoi që në fakt e kisha agjenden vetëm me ditëlindje kësaj radhe. Keni ndonjë dasëm familje? Tash kemi ditëlindjen e vajzës djalit me 31, presim ta festojmë këtu në Gjermani, edhe mandej kemi do punë që duhet të mbyllemi, edhe kismet fillim javën e parë do jemi në Kosovë. Por jo definitivisht nga Serbia. Kjo ishte pyetja. Pra, do të kaloni apo jo? Jo, vërtet, jo, edhe pse unë kam shtetësinë edhe gjermane, por pavarësisht asaj nuk e ndi dhe të drejtën nuk... Ndoshta që nuk keni... Po e kuptojmë është çështje ndjesie, po atë vazhdimisht zotëra më shumë, thjesht nuk e ndjej. Më lejoni t'ju pyes, dhe kjo është pyetja e fundit, për t'i bërë këtë dallimin me cilin natyrisht, pra edhe o ankuat, e tha zonja Hoxha, ajo që vëret më njerë është rritja e çmimit. Sa ka ndryshuar shembull një mërgjimtar, me sa e kalon një pushim në Kosovë nga vitet e mëparshme, Ramusholli, a ka një dallim të madh, a e vreni këtë, pra, me sa e ke kaluar një pushim 2 javor shembull më parë dhe sa tani? Nëse flasim pak me shifra. T'jem e sinqert, adi me ju dhe me shikues të nuk kom bani për llogaritja se sa kemi harxhuar, mirë po aja që duhet ta them është se vërtet tani mos sidomos në kohën e fundit, sepse unë isha edhe në fushatën e fundit, sepse isha edhe kandidat për deputet, çmimet janë rritur shumë, kështu që kur krahasoj disa artikuj që ne kemi këtu në Gjermani, pothuajse i tegalojnë ato në shumë artikuj në Kosovë, i tegalojnë çmimet edhe këtu në Gjermani, kur këso jashtojnë standardet të jetesës të Kosovë dhe në Gjermani, unë shpesh bëj edhe pyetje vërtet se si aja popullat, ata njerëz ja dalin me ato çmime katastrofale të rrituna, kur unë isha 1 kilogram sheqer është më shtrejt se në Gjermani, 1 litër qumsh është më shtrejt se në Gjermani, vezët janë më shtrejt se në Gjermani, disa artikuj që vërtet ne i përdorimi pothuajse çdo ditë, mund kanë rasty që janë shumë më shtrejt se në Gjermani, edhe për këtë vërtet politika dhe institucionet e Kosovës njëherë përgjithmonë duhet vëdësohen, jo vetëm të proklamojnë fjalë, po duhet fjalët të shndrojnë vepra që asoj popullate t'ja bëjnë një jetë sa më denjëteshme dhe jo vetëm t'ja vështërsojnë. Okej, me këtë thirrje tuaj ne përfundojmë me ju dhe ju falenderoj për kohën sot. Faleminderit gjithashtu edhe juve, ju përshëndes nga Gjermani, suksese. Faleminderit. Përshëndetje Gjermanisë. Hoxha, keni bërë një dallim? Vreni një... Po, normalisht vreje. Po, ajo që ka unë kisha lutë qeverinë aktuale ose e reja që do të vinë, nëse veç dakordohen për një bashkëqeverisje, e para kishte me qenë, kjo ka qenë edhe thirrje shumë moti, me aviacion civil, me regullu ose me pas një ligj. Për shembull, pse? Unë kam kolegen të ndryshme. Kolegja jem prej Indijës, ka rezervu biletën me vajzën e saj 1.500 euro me shku në Indi, po India është 18 orë, 20 orë, kështu, do më thonë kejnë komplet tjetër. Unë shikova për bileta, do më thonë na 5 antar,
kushtojshin 3.500 euro. Gjermani, Prishtinë 2 orë veç. Tash ti me këtë shumë, ti mundesh me shku në Dubai. Po, ndonë edhe disa para për diasporën. Po, do me thonë, me këto çmime marramense, me këto çmime marramense, të biletave ti mundesh me shku në Dubai. Një pushim me bo, e na prapë se prapë na pëzgjellë me Kosovën me orë, këto me kalu momente edhe qaste me familjen tonë. Do me thonë, e para është që me regullu një legjë për bileta, pse ka që shtrejt, këto kanë qenë gjithë, jo pse one ku më shku tash, po do me thonë, puna bileta është jashtë mase e shtrejt. Tjetra, po ndëgjoj që gjanat higjenike, detergjenta dhe këto, po janë shumë shtrejt. Okej, janë shumë. E këto gjana tjera ushqimore, këto e dim vetë qytetarë që përballen çdo ditë me çmime që janë rritë. Po, që doja dele pak tek spitalet, tek situata që është për momentin dhe disa mungesa për cilat po flitet. Unë ju falenderoj shumë që erdhet, ju uroj pushime të këndshme në Kosovë. Faleminderit edhe juve, i përshëndes shikues tuaj dhe gjithë qytetarë që kanë vendosur me anë Kosovë dhe më kënaq. Faleminderit shumë.